Edi Rama mandatin. Edi Rama mandatin e donë për të shtuar nga krimet e tij monstruoze që ka kryer ndaj shqiptarëve. Po unë jam këtu. Unë jam Sali Berisha. Dhe unë ja fjalën. Unë ja fjalën matjanëve dhe shqiptarëve. Sa ai kur nuk do shkëtoj. Ai do përgjigjet një për ato që i ka bërë mati dhe Shqipërisë. Ai e bëri provën. Tani është radha ime. Tani do shofja i. Po. Vi këtu tek ju. Pasi është fut në rreth të kuq. Jo për hakmarrje personale ndaj me, jo. Kur. Se në politik ajo nuk të ndihmon kur. Po për atë që u ka bërë ju. Për atë që u ka bërë ju, burra, gave, fëmijëve, trive. Ai është Jam, nuk e mohoj. Jam i kënaqur që vi para jush pasi është fut në rreth të kuq. Cili është rreth i kuq i ti? Më falni, që t'ja u shpjegoj pak. Po, ky njeri që me mafjen ndërkombëtare, me George Sorosin dhe të tjerë, hiqen si vranë e këtjerë, për këte njeri, 6 muajt e fundit janë 4 rezoluta botërore, të cilat e damkosin fjalë për fjalë me ato që i kemi thënë ne. Dhe u garantoj ju, sa ata kur nuk do votonin fjalë tona, po të mos ishin 100% të vërteta. Edi Rama, këtu nga mati i burrave, edin veti. Të garantoj se shpallja jote në Valencia, nga 82 parti politike më të fuqishme të Europës, nga udhëheqja politike kryesore e Europës, partia e kancelarit Merz, e presidentes van der Leyen, e 14 kryeministrave, shpallja jote, si armik i votës lirë të shqiptarve, shpallja jote, si njeri që kërkon të shtypish pluralizmin në vendin tënd, shpallja jote, si njeri që përpiqesh të shtypish opozitën, shpallja jote, si pushtetar që qeveris me krimin, nuk do të ndahen gjerë minutën e fundit jetës tënde. Ky është